pavarur një nga AKI Fatmir Deari dhe një nga Vlen Fatmir Limani. Dhe të dhënat ju zyrtarët e tani na tregojnë se kemi një balotazh në këtë komunë mes kandidatëve shqiptar pra të AKI-s Fatmir Deari dhe kandidatët të VMRO-s pra kandidatit maqedonas Aleksandar Jovanovski. Besoj që kjo do të jetë një garë shumë e fuqishme, duke marrë parasysh edhe përbërjen etnike të kësaj komune, por veç rëndësisë elektorale, kjo komunë ka dhe një rëndësi shumë të madhe simbolike për shqiptarët Maqedoninë e Veriut, për shkak se deri në vitin 2013 kjo komunë është udhëhequr nga një kryetar maqedonas dhe pas nga viti 2013 deri tani kemi një kandidat shqiptar. Pra besoj që këtu vota shqiptare tash do të unifikohet dhe nuk do të kemi ndarje në 3 pjesë dhe me shumë gjas, besoj që kandidati shqiptar do të arrijë që të fitojë në balotazh. Po, nëse morëm parasysh edhe numrin e votave që kanë fituar kandidatë të tjerë, unë po besoj që do të ketë një balotazh i cili do të jetë në favor të kandidatit shqiptar. Ndërkohë në komunat tjera kemi rezultat tjetër. Nëse mundet lidhje me komunën e Kërçovës, do të thotë edhe pse kishte shumë skeptik se Kërçova ndodhe befasia që të fiton kandidati maqedonas, prapë gjasat që ndodhe kjo janë më të vogla, jo reale. Është me rëndësi të theksohet se në këto zgjedhje qytetarët votuan për ndryshim. Dhët BDI e cila kishte nga zgjedhjet e vitit 2021 9 komuna me kryetar, tani BDI ngel vetëm me 2 komuna dhe atë komuna e Kërçovës, eventualisht dhe komuna e Likovës dhe komuna e Plasnicës. Edhe e Plasnicës. Do të nga 9 do të bie në 3 komuna, kurse Vleni arriti të shënojë një rezultat jashtëzakonisht të mirë, të favorshëm. Cilat komuna të reja e ka fituar Vleni, nëse mund ta dim, sepse Çailin e ka pas, Tetovën po. Te Arcën, komunën e Te Arcës, komunën e janë komuna të reja. Po, komunën e Haraçinës që prin deri tash sipas rezultateve jo zyrtare. Në shumë komuna prin kandidati i Vlenit dhe në ato komuna ku prin dhe shkohet në balotazh zakonisht në zgjedhjet lokale të ne, kandidati i cili prin në balotazh gjithmonë ka gjasa reale që të bëhet edhe kryetar komune. Prandaj është interesant fakti, flasim edhe për kampanje politik maqedonas, ku VMRO jo zyrtarisht ka shpallur fitoren në pjesën më të madhe komunave, ajo që bie në sy është se VMRO pritet që të fitojë në raundin e parë dhe në Strumicë, që është një bastion i LSDM-s, i cila do të ndryshojë konfiguracionin politik, kampanje politik maqedonas jashtëzakonisht shumë. Po presim edhe nëse KQZ-ja ka nisë të publikoj rezultatet në për komuna. Kemi këtu rezultatet. Disa që kanë qyrmi si që ndërën. Derisa të janë në rezultatet po e pres zotrin Dorçi se ju e përkratë edhe fushatën e Izet me gjitje të Vlenit, por duke mos e përkrahur ashtu kushtimisht fushatën e kundër kandidatit Bujar Osmani, kur edhe ai ka pasur një plan program, një fushatë shumë të mirë, kur ka folur për programe evropiane, saqë jo i tha që ajo nuk duaj, por një gjë që më bëri përshtypje është pse asnjëherë Vleni nuk ka bërë diçka në administratë, për shembull për përfaqësimin e gjuhës shqipe në administratën se ku është. Pastaj edhe janë edhe librat shkollor tek nxënësit. Pse nuk është bërë diçka nga ata? Nuk e kam qartë pyetjen, po do të mundohem përgjigjem. Unë kur fola për fushatën e njërit dhe tjetrit kandidat, thash se më konkret në fushatë ishte kandidati i Vlenit, zoti Izet Mexhiti. Nëse i referohemi për shkak se kishte përvojë të madhe në pushtet lokal, i dinte kompetencat e pushtetit lokal. Por administrata nuk e ka përmendur. Për cilën administratë? Administratën të cilën ka pas është edhe përdorimi i gjuhës shqipe. Për shembull, 20% e pjesëtarëve aty ka pasur. E 20% që në kushtetuar, që ishte një nga premtimet para zgjedhore. Mirë, kjo është çështje që nuk vendoset në zgjedhje lokale. Edhe nga pushteti. Pra duhet ta ngrisaj zërin pastaj. Deshta që të mos ngeli borx se shembull Bujar Osmani
një nga sfidat kryesore me cilat ballafaqohen qytetarët e Shkupit është mos grumbullimi i mbeturinave nga ndërmarrja publike e higjiena komunale. Do të thotë ne kemi situata ku kemi deponim të egra në çdo lokacion ku janë vendosur kontejnerat publik. Bujar Osmani shpesh herë deklaronte se nëse fiton kandidat për kryetar, ai do të formon ndërmarrje për pastrim. Gjë e cila nuk është reale për arsye se kompetencat për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave i ka qyteti i Shkupit dhe nuk i kanë komunat që janë në kuadër të qytetit i Shkupit, siç janë komuna e Çajirit, Sarajit, Qendrës, Gazibabës e kështu me radhë. Kjo ndryshon në komunën e Araqinës, për shembull kandidati për kryetar komunën e Araqin mund formon ndërmarrje komunale për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave. Kjo ishte një arsye. Pjesa kryesore do të thotë unë as pak nuk e mohoj aftësinë dhe zotësinë e zotit Osmani si ministër i punëve të jashtme, si ministër i shëndetësisë, po megjithatë ajo ishte për nivel lokal. Nuk ishte për fushat zgjedhore në pushtetin lokal. Ndoshta ishte i stërmbushur me informacione që ndodhin në forumet ndërkombëtare siç ishte OSB-ja, Kombet e Bashkuara kështu me radhë, por i mungonte përvoja në pushtetin lokal dhe nuk i dinte. Një pyetje pak më gjenerale kam. Pak a shumë rezultatet po i shohim, më thonë që këtë rast Vleni është fituesi, nëse mund me thonë, i zgjedhjeve sa i përket kombit shqiptar. Çka ndikoi që nëse jo të fitoj apo të rritit, po të mos arriti ruaj disa prej komunave aleanca. Si BDI ka arriti fitoj, ndërkohë i bashkuar me disa subjekte tjera nuk arriti të mbaj. A i bëni dam bashkimi me ato subjekte? Tani nuk e di sa më takon mua. Po të paktën një mendim tonë me do. Si ish antari i Bashkimit Demokratik për Integrim, ajo që është thonë shumë herë se Bashkimi Demokratik për Integrim u tjetërsua. Do të thotë 4 vitet e fundit nuk është më Bashkimi Demokratik. U largu nga boshti? U tjetërsua. Krijoi pakte me partitë të cilat 20 vite kanë luftuar BDI-n dhe Ali Ahmetin dhe pikërisht kjo unë jam i bindur se i ka kushtuar në këto zgjedhje lokale shumë. Për arsye se duke largu strukturat e veta, duke ofru kundërshtar të përbetuar të zotit Ahmetit dhe të BDI-s, siç janë Zjetin Sela, Taravari e kështu me radhë, partitë e tyre, fraksionet e tyre, grupacionet e tyre, do të thotë elektorati i Bashkimit Demokratik për Integrim tani ishte i dëshpëruar, sidomos oferta e zotit Ahmeti për komunat që ju dha partnerëve të koalicionit ishin më të levërdishme siç ishte Gostivari, Struga, Dibra e kështu me radhë, duke pretenduar që ta fiton Çajirin dhe Tetovën. Megjithatë kjo i ka kushtuar në këto zgjedhje dhe normalisht se unë jam i bindur se këtu fillon rënja e Bashkimit Demokratik, ashtu siç kanë pësu partitë tjera politike shqiptare, PPD-ja dhe PDSH-ja. Kjo është shumë e rëndë të ndërpritur. Në kampin politik maqedonas duket se po përsëritet viti 2009. Pra deri tani sipas të dhënave preliminare, VMR do po mëne udhëheq një 51 komuna, kurse LSDM udhëheq një 7 komuna. Në vitin 2009, në kohën kur VMR do po mëne udhëheq nga Nikola Gruevski, kishte fituar 56 komuna, kurse Lida Social-Demokrata apo LSDM-ja kishte fituar 7 komuna. Pra VMR do po mëne tani kanë një fuqi të jashtëzakonshme politike këtu në Maqedoninë e Veriut. Kjo mendoj që nuk do të ishte mirë edhe ose mirë se arën për shqiptarët. Unë po vlerësoj kështu. Rritja e një subjekti kaq shumë në këtë nivel në kuadër të Maqedonisë e përmbys një mënyrë pluralizmin politik dhe demokratik në pjesën maqedonase, duke u zhvogluar në masë të madhe LSDM-ja. Në këtë rast LSDM-s mendoj që ata duhet ta thirrin mendjen edhe i mungon një lider. Mungesa një lider, nuk e di nëse
do të rikthehet ZEV apo do të gjeni një lider tjetër i cili të paktën në një periudhë 5-6 vjeçare të mund ta ringjallë subjektin. Janë interesante të dhëna për qytetin e Shkupit, i cili ka një rëndësi të jashtëzakonshme duke marrë parasysh që jo vetëm që është kryeqendra politike ekonomike, por ka edhe një rëndësi shumë madhe simbolike. Këtu kandidati Orce Gjorgjevski i VMRO DPMN-s udhëheq deri tash të dhënë preliminare me 42.22%. Interesant tjetër fakti është se i dyti në listë renditet kandidati i Levicës me 11% dhe i treti Kaja Shukova i LSDM-s me 8.73%. Parashifet se LSDM-ja në kryeqendrën e vendit, që është edhe qendra e fuqisë këtu, renditet e treta. Pra Levica apo e majta ja ka zënë vendin LSDM-s në skenën politike maqedonase. Po, kjo është shqetësuese, kur kemi rritje tek Levica si një parti ekstreme e majt, dhe se normalisht edhe më tutje në Maqedoni do të votat grumbullohen duke luajtur në letrat nacionale, sidomos Levica, e cila këtë e bën me politik anti-shqiptare. Megjithatë nuk duhet të jemi të dëshpëruar për arsye se dhe Vleni tani fuqizohet, nuk është më ajo histori. A do të vazhdoj si Vlen? Unë jam i bindur se duhet të vazhdoj për arsye se rezultatet që kanë arrit tani nuk duhet të përbuzen. Nëse don të ngel në skenën politike, Vleni e ka patjetër të vazhdon unitetin dhe unë nuk dyshoj se mund të ketë fragmentime. Po, megjithatë në momentin e betimit si kryetar i komunës së Çajirit, zoti Izzet Mexhiti do ta lë pozitën e zëvendës kryeministit dhe do të hapet diskutimi për një emër të ri në pozitën e tillë nga nuk dyshoj që mund të jetë problem. Kush mund të jetë? E ka potencu vetë zoti Mexhiti, kush mund të jetë trashëgues atje në pozitën më të lartë qeveritare, po megjithatë do të shohim, kjo nuk duhet të jetë problem për unitetin e Vlenit. Për arsye se Vleni tani ka përgjegjësi nga qytetarët, pushtetin që ja japin qytetarët me këtë numër të votave që ka marrë tani Vleni po ashtu duhet të fuqizohet dhe duhet të jetë më këmbgulës në kërkesat që kanë të bëjnë me të drejtat e shqiptarëve, përfshi këtu edhe atë që folëm që të ndryshohet kushtetuta dhe të hiqet termi ofenduesi 20%, sepse kjo nuk i ofendon as pak maqedonasit, megjithatë duhet një marrëveshje e sinqertë mes partnerëve të koalicionit, edhe kjo punë mund të arrihet, unë jam i bindur, në momentet kur mund të hapet kushtetuta, për ndryshimet që duhet bëhen patjetër një ditë, për shkak të integrimeve europiane, ne nuk mund të ngelim pengë aty në ndryshime. Duke parë fuqinë që e ka VMRO DPMN-i, sa është optimiste ose sa janë optimist shqiptarë që ndryshimet mund të jenë pozitive për shqiptarët? Ndryshimet kushtetuese kanë fjalën. Unë jam i bindur se kjo... A pret që me kalu? Unë jam i bindur që kjo e 20% që duhet kalon, sepse nuk është kur gjo problematike, sepse e din të gjithë edhe Maqedonasit, edhe zogjtë e Malit e din se gjuhën që e flasin 20% është gjuha shqipe. Dhe e vetmja dobësi që ka do të ishte këtu, apo diçka që do të iriton të palën Maqedonë, pse duhet të përmendet gjuha shqipe, konkretisht. Dhe këtë nuk e shoh si problem une, sidomos tani kur e ka këtë pushtet VMRO DPMN. VMRO DPMN është e rëndë për marrëveshje, por në momente kur arrihen marrëveshjet, VMRO DPMN din të realizon me përpikmëri ato marrëveshje. Do të është më konsekuente në aspektin e respektimit marrëveshjeve në kuadër të partnerëve të koalicionit. Në krahasim me LSDM-n, e cila tani ka marrë tatë pjetën dhe e ka do të vështirë të rikthejë. Po, megjithatë për këtë që LSDM-ja ka marrë tatë pjetën, nuk janë veç fajtor elektorati Maqedonas, por janë fajtor edhe shqiptarë të cilët për fat keq lunin basket në përzyra. Megjithatë në kohën e LSDM-s, shteti Maqedonisë Veriut
i bani disa hapa drejt... Ndroj emrin dhe u bën Ndroj emrin, u bën të Renatës. Janë vendime edhe veprime të jashtëzakonshme për zhvillimin e Maqedonisë. Po edhe ndryshimet kushtetuese duhet ndodhin patjetër, sepse edhe Vëmëroja, interes strategjik të Maqedonisë e shef integrimin në NATO, në Unionin Evropian. E vetmja gjë që ato kërkojnë si partneri kryesor në koalicionin qeveritar është se kërkojnë garanca që pas futjes së bullgarëve në kushtetutën e vendit të mos dalin kërkesa tjera siç ka qenë në të kalumen, prandaj kërkojnë garanca nga Unioni Evropian. A ka ndiku Vučići në rritjen e VMRO-s në ty pas zgjedhjeve? Nuk mund ta them. Nuk kam ndonjë argument në cilin mund ta vërtet të verifikoj këtë. Ka pas zyrtar të VMRO-s të PMNE-s, të cilët publikisht janë deklaruar që janë mbështetës edhe kanë mbështetje të Beogradit zyrtar. Unë sa e di, seanca e parë qeveritare e këtij kryeministri është realizuar me qeverinë e Kosovës. Kemi vendosur... Kjo nuk na çudit se qeveria e Kosovës vetëm partner edhe bashkëpunues që ka në krejt botën e ka me qeverinë e Maqedonisë. Nuk ka asnjë raport. Asnjë raport nuk e ka as me Shqipëri, as me Malzi, as me Sloveni, as me Kroaci, as me asnjë shtet Bashkimit Evropian, madje i ka raportet e acarume dhe jashtëzakonisht të breshta edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që e vendosin vetë kosovarët, po unë po them që megjithatë kryeministri i Kosovës gëzon simpati në Maqedoni, arsyet janë. Po ka qenë i përfshim edhe në këtë zgjedhje, lëvizja për vendosje. Nuk ka qenë në këtë zgjedhje. Jo, ka qenë në tubimin hapës të Izet Megjidit, përfaqësues të vendosjes ka bërë fjalim aty. Po ishte, po megjithatë unë po ju them se kemi one stop shop në vendkalimet kufitare në Bllacë, në Jazhinc. Nuk mund të themi se kjo... Ato kanë qenë shumë herët para po. Kjo qeveri ka preferenca më shumë ndaj shtetit të qeverisë së Serbisë, sesa në raport me Kosovën, neve shqiptarët e Maqedonisë emocionalisht jemi të lidhur me Kosovën. Sigurisht. Kemi lidhje, siç e thatë edhe në fillim të këtij debati, kemi lidhje familjare, vllaznore dhe gjithë ata, po dhe motive për arsye se në periudhën kur nuk kishim universitete, fakultetin e gjuhën shqipe në Maqedoni, shqiptarët e Maqedonisë i krynin në Kosovë, regjistroheshin dhe i krynin fakultetet, me disa përjashtimet vogla. Po s'do të harruar që mas marrëveshjes së Ohrit ka nisë të dëgjohet emri shqiptarëve shumë më shumë në Maqedoni Veriut. Marrëveshja e Ohrit për herë të parë kjo qeveri në seancë qeveritare i ka kushtuar marrëveshjes së Ohrit. Nëse tani do të thotë dikush që unë tani jam egoist dhe këtë du ta promovoj, po kjo është shumë e vërtetë. Le del dikush le të thotë se një qeveri e kalume për 30 vite ku ka marrë pjesë në Bashkimin Demokratik dhe ku ka pas pushtet real ka pas, i ka kushtu seancë qeveritare marrëveshjes së. A kalojmë pak me rezultate se ka nisë edhe KQZ. Po ka filluar edhe KQZ publikoi, po bashkëpunëtorët tanë nga tereni na tregojnë se në Zhelin vetëm ka filluar Blerim Sediu ka shpallur fitoren, po ashtu po kandidati Vlen, po ashtu edhe në Saraj kanë filluar festimin nga ana e Vlenit. Pak më herët ka pasur ministri i Brendshëm një konferencë për shtyp ku ka vlerësuar këtë proces zgjedhor si fair, demokratik dhe të qetë. Ai ka deklaruar se gjatë ditës së sotme janë arrestuar 11 persona për rishfet apo fotografimin e votës. Por janë gjëra të vogla të cilat nuk mundën të ndikojnë në procesin zgjedhor. Këto incidente janë në përzgjedhje. Po thuaj se janë normale sepse nuk janë normale. Në fillim të nisjes së numërimit të votave, se varet edhe prej kutive të votimit edhe vendvotimeve, rezultati në Çajër ke 56 me 36 ose 34, tash është 38 me 54. Po besoj që nëse vazhdon me këtë trend nuk do të ketë as balotazh në Çajër. Nëse mund të shikojmë edhe në Teto. Nga shtabi i Vlenit në Teto të dhënë paraprake janë se Bilal Tasami, kandidati i Vlenit është mbi 3000 vota e përsi.
47 me 38%, po në Tetov gjasat janë që të shkohet në balotazh për shkak pjesëmarrjes, po edhe pse nuk është që kanë marrë shumë vota, po e Majta 7.47%. Nuk janë pak. Ë Nuk e di sa është si Po, numër. si numër janë 2338 vota, po nuk është fillimi E i Majta numërimit. Po, e Majta është... Nuk Bilal Kasami, do të thotë në Tetov, Nuk mund të shkon pa ballotazh, a? nuk ka mjaft vota të VMRO-s siç kanë pretendu të akuzojnë të tjerët se 14.811 deri tash i ka Bilal Kasami me 11.916. Dikun 2.000 vota diferencë. mirë, këto ka qenë e pritur, për arsye se Bilal Kasami... Megjithatë Tetova gjasat i ka të mëdha të mos përfundoj pa ballotazh, të shkojnë në ballotazh, realisht të mos përmbyllet në këtë rondë. Siç mund të ndodhë në Çajer, pavarësisht që është vetëm fillimi i numërimit të votave. Unë po ju them se sipas informatave të mia nga shtabi i Vlenit, në Çajer veç kanë festu fitoren që në rrethin e parë të zotit. Po, fitoren e feston edhe nëse i ka jo 50 vota më shumë. Tani entuziazmi është normalisht që të bën të festosh. Edhe uroj cilët do që të fiton, uroj që të punoj për qytetarët edhe të përmbush gjitha kërkesat që i kanë qytetarët. Gjithmonë duhet respektohet verdikti i popullit. Sigurisht, ajo është... Populli edhe nëse gabon, nuk gabon. Do me thonë, edhe nëse ndonjëherë gabon... Ka njerë është të gabu, po. Jo. Si dhe që tjetë qytetarët e vlerësojnë punën, programin edhe fushatën e secilit kandidat që ka marrë pjesë, nuk janë pak edhe atë pjesë edhe kandidati i dytë votat që i merë, sigurisht që janë të vlefshme, por e mira do tjetë që kushdo që bëhet ose e merë pozitin e kryetarit një komune, të jetë i përgjithshëm edhe të përkushtuar dhe të nisë të punoj për të mirën e komunitetit dhe qytetarëve të gjithëve, domethënë jo vetëm atyre që kanë votuar. Mendoj se këto zgjedhje po ballotazhi do të jetë shumë i fokusuar nëse Tetova shkon në ballotazh, vëmendja do të jetë në Tetov, po edhe Korçova do të ketë një rol dhe një rëndësi shumë të madhe në këto zgjedhje duke pas parasysh simbolikën që ka për shqiptarët. Dhe besoj që këto rondën e dytë ndoshta do të ketë një marrëveshje mes partive shqiptare, që është gjëja më normale dhe gjëja që duhet realisht ta bëjnë. Mirë shumë. Ne me din që mund të këshyrim një komunë tjetër që ku është... Na mungojnë të dhëna për komunën e Bërdenicës, të dhënat zyrtare, për shkak se është një komunë me një rëndësi shumë të madhe, po ashtu si Korçova, ku përballjes politike mes partive shqiptare është edhe një përballje etnike mes shqiptarëve dhe maqedonisë, e cila do të udhëheq komunën. Po për këtë komunë ende mungojnë të dhënat. Në Strug, Alianca Kombëtare për Integrim 38%. Në Strug Vleni nuk ka pas kandidata. Mendi Qira është i përkrahur nga Vleni. Përkrahur. Të dhënat se për këtë Bërdenicë të dhëna zyrtare nga KQZ-ja në 69.72, po gati 70% të votave të numëruar, Enver Pajaziti nga AKI-ja ka 23.86%, kurse Haqim Ramadani nga Vleni ka 42.59%. 42.59, kurse Jovica Ilievski, që është kandidati dhe kryetari aktual i VMR-s, ka 27.99%. Mendoj që edhe Struga është duke edhe në Ramadani i Vlenit është me Jovica Ilievski mund të shkojnë në balotazh. Në Strug është duke pri kandidati i AKI-s me 38% me Mendiu. 37.8%, 4.875, 5.000. Dikun gati 1.000 vota, po gare ngusht, po këtu besoj që do të ketë ballotazh, pas ka pas shumë kandidatë që të kanë marrë, po ashtu e Majta 9.54%. Tani rezultatet në ballotazh shumë varen nga rezultatet. Po mendoj që do të jetë që marr parasysh rezultatet që kanë dalë nga këto zgjedhje. Fitimi pa ballotazh i zotit Izzet Mexhiti në Çajer do të
do të jetë një gorë ose një gorë shumë e ashpër, mendoj, në balotazh në komunat si Tetova edhe mendoj që AKI do të bëjnë përpjekje të jashtëzakonshme për ta rikthi rezultate. Po ta marr, po të paktën me dalë me faqen e parë. Unë mendoj se gjasat janë vogla për arsye se aspekti psikologjik të ne ende. Normalisht që ndikon, po megjithatë nëse gara është e ngushtë Tetova mund të llogaritet që Të dhëna interesante vinë nga Korçova, ku Fatmir Dehari po flas për dhënat e KQZ-s për 42.79% votave të numëruara. Fatmir Dehari ka 20.35% apo 2226 vota. Pastaj Fatmir Limani ka 16.97% apo 1856 vota. Kandidati i VMR-s Aleksandar Jovanovski ka 49.72 vota apo 5.439 dhe Shkodrana Lili, kandidati i pavarur, ka 13.42%, pra 1.468 vota. Gati nëse bëjmë në llogaritje shpejt, janë aty afër, njëri me tjetrin. Dhe do qetë një garë shumë e fortë. Po, mendoj që fitoria më e madhe deri tash e shënuar po del të jetë Likova me 73.14% të numrin e votave, 42.59% numëruara. Këtu një rezultat bindës i kandidatit AKI-s. Ka ndiku emri i kandidatit apo është Bastiana, mund të qenë Bastiana. Unë jam i bindun se edhe vetë keni qenë edhe më herët. Edhe vetë kandidati për shkak të punës që ka bën teren, për shkak se qytetarët i kanë besu premtimeve të atij kandidati edhe është kjo diferencë kaq e madhe. Unë edhe paraprakisht para fillimit të këtij emisioni e thash se në Likov fiton kandidati i AKI-s për shkak se sigurisht ka qenë më i pranueshëm për votuesit. Edhe në Zhelin është kandidati i AKI-s. Në Zhelin. Jo, në Zhelin është i Vlenit me 50.9, 47.97, këtu po mbyll kanë këtë ku të numërohen votat. S'ka kandidat tjetër. Po, ka ndalë, kështu që e ka rritë cenzusin, kështu që kryet pa balotazh Zhelina. Zhelina kryet me balotazh me diferencë jo shumë të madhe, po megjithatë po kryet pa balotazh. Dhe Haraqina, kandidati i Vlenit, feson dallimi mes dy kandidatëve është shumë i vogël. Sa është dallimi? Dykun 20-30 vota. Të dhënat jo zyrtare, drejta që na vijnë. S'ka pas kandidat tjetër. Jo, vetëm dy kandidata. Aty faktikisht shkohet në balotazh. Në Haraqin. Ajo që më la për shtypje. Dikon 16 vota është dallimi në Haraqin. Që një diferencë dallim shumë i vogël. jashtëzakonisht i vogël. Desha të marrë një mendim për ju se ajo që më la për shtypje është që shumë figura të Vlenit kanë qenë në BDI. Sa do të ndryshoj kjo tash në këtë çështje kombëtare? Unë jam i bindur se shumë figura tash të BDI-s do të kalojnë në Vlen për arsye se unë tash BDI-ja shkojnë mas fituesit, po thua. BDI-ja mas këtyre zgjedhjeve e merr atë pjetën dhe një pjesë e madhe e elektoratit të BDI-s do t'i bashkangjitet Vlenit. Jam i bindur për arsye se veç tani BDI e humbe edhe pushtetin, pas humbjes të pushtetit qendror, e humbe edhe pushtetin lokal. Unë mendoj që është një betejë që mund të konsiderohet e humbur për BDI-n, por në asnjë mënyrë ajo nuk të dorëzohet për të punuar dhe për të angazhuar që të rikthehet në pushtet. Sigurisht është misioni i secilit subjekt politik, varet krejt prej asaj. Megjithatë ne nuk e kemi në kuadër të Vlenit një subjekt të vetëm shumë të qëndrueshëm, po në kuadër të AKI-s e kemi një subjekt shumë të qëndrueshëm siç është BDI-ja. Dhe kjo mund ta bëjë diferencën nëse arrin që Vleni të konsolidohet dhe të vazhdon kështu e bashkuar, mund të jetë shumë e vështirë që të mposhtet. Nëse do të ketë çarje brenda Vlenit, atëherë mund të krijon mundësi. Mirë, Kastriot nëse mundet. Po veç në. Me që jemi safer nga Kosova, edhe unë tash një pyetje të parashtroj, si e komenton ti për shembull faktin se
Në tubimin e fundit në Çajër, Izet Mexhiti tha, unë nuk jam betej me Bujar Osmanin, jam me Ali Ahmetin e Xhajatit. Çka? Deklarat tipike elektorale. Unë mendoj se... Absolutisht, me gjithë respektin për Izet Mexhitin, po figura Ali Ahmetit është shumë ma e lartë politikisht, kombëtarisht nuk flasim tani për figurën. Po, normalisht, nuk mujmë ja muhu as pjesën kombëtare, as Izet Mexhitit, as një tjetër që ka pas angazhim për çështje kombëtare, por megjithatë, figura e Ali Ahmetit i te kalon kufet e Maqedonisë së Veriut. Ajo është çështje tjetër, po ne flasim për politikë. Po, edhe politikisht, me cilin subjekt politik Izet Mexhiti mund të shtyjë, është i bashkimi komplet i disa subjekteve për të rezultu fitore. Mund dhe që një ditë shkrihen, bëhet një subjekti dhe... Unë e thash, edhe këtë e thash, nëse arrin vleni të konsolidohet, të vazhdoj kështu e unifikume, unë mendoj që do t'jetë kogja betej e vështirë që të mpushtet, ndoshta edhe në zgjedhje parlamentare, për një subjektit vetëm ose për një koalicioni tjetër, sepse e dëshmojnë në këtë zgjedhje. Po kjo nuk do të thotë që në zgjedhje parlamentare mund të jetë njëjti rezultat. Po besoj që mund të ketë ndryshime, sepse janë politika tjera të cilat kanë tjetër synim për secilin subjekt, jo vetëm për atë. Nuk diskutohet, nuk do të him në politika geostrategjike. Por unë mendoj që nëse e kemi një situatë ku mund të ndohen interesat e ndryshme të subjekteve politike që janë të bashkuar edhe në AKI, po edhe në Vlen, mendoj që BDI-ja mbetet prapë një prej subjekteve më të konsoliduar dhe më të forta. Edhe në numër, edhe në përfaqësim, edhe në rezultate. E mbyllu me kaq këtë debat, se debatet politike, sidomos për zgjedhja nuk kanë asnjëherë të ndalen, por ardhmja e përfaqësimit të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut shpresoj që nuk ndikon vetëm nga partitë, por edhe nga individët që të kërkojnë drejtat e tyre. Atëherë ju ftoj që ta ndjeqni më shumë faktin drejtor.info dhe nga sot mirëmbëjtje. Ura.